kemi fillu me shpjegu 40 hadithe të Imam Nevawiut, Allah më shërohë këtë dietar të madh. Kemi fillu deri tek hadithi i dytë. Kemi fol për shahadetin. Ky hadith thirrët hadithi i Xhibrilit. Kemi fol për shahadetin. Kemi fol në 2 pjesë të shahadetit. Në dëshmia ashhadu an la ilaha illallah, për to kemi fol. Pastaj kemi fol wa anna Muhammeden Rasulullah. Apo në javën e kaluar. Në këtë javë vazhdon hadithi i Xhibrilit o tuqim as-salah, dhe me e fal namazin. Në vërtet Islami ka këta shtylla. E shtyllat e Islamit janë të mëdha shumë në shpjegim. Po na sot do të shohshmi, po ju afrohemi pak minuta të shkurta shpjegim të qartë dalkadale, na thon për shtyllat e Islamit. Tuqim as-salah. Kur e ka pyet i Xhibrili pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka do të thonë Islami, e ka rëndit mas dëshmijës shahadetit, e ka rëndit miniher tuqim as-salah, me fal namazin. Dhe kjo është për shtyllat e Islamit. Mirë o vëllezër, as-salah fil lugha. Çka do të thonë namaz as-salah? Fjala as-salah në gjuhën arabe çka do të thonë? Në gjuhën arabe as-salah do të thonë ad-du'a, lutje. Ad-du'a, lutje. Në gjuhën arabe. Edhe në fjala as-salah në gjuhën arabe kur përkthehet, çka i bën? Ad-du'a, lutje i bën. Këto ka shumë argumente. Për argumenteve është ajet kuranor, "O salli alehim", në sura At-Tawbah ka kjo, "O salli alehim", që Allah i thotë dhe ti mbi ta ba salli, fal, namaz, jo, se ka për qëllim. Salli alehim, ti për ta ba lutje, ti mbi ta ba lutje. Dhe më thonë, ej, ed'u lahum, ti luto për ta. Gjithashtu ju lezëm, fjala në shprehje as-salah ka ardhur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në kodën Uhud me vizitu shuhada, ata që kanë vdekur në rrugën e Allahut. Çka kanë transmetim? Fa salla. E njerëzit mendojnë kur e lexojnë këtë hadith, mendojnë me fal namaz. Jo, gabim është. Fa salla ka për qëllim pejgamberi ka bu lutje. E kushdo që shkan vizitan kodën e Uhudit dhe dëshmorët e asaj lufte, çka ka vepruar pejgamberi? Ka bu lutje. Nuk ka fal namaz. Ka për njerëz që thonë ja, ka në hadith do të më fal namaz. Se ka për qëllimin salat namaz, e ka për qëllimin lutje, ad-du'a, lutje. Mirë, çka do të thonë as-salah fi shar'i? Çka do të thonë as-salah në termin islam, në shariatin e Zotit? Çka do të thonë salah? Ibadatun, adhurim. Dhati al-aqwali wa af'al makhsusa. Adhurim me cilësi. Që kjo adhurim ka cilësi? E ka cilësinë e gjuhës, e ka cilësinë e kujna veprës trupit. Makhsusa, lëvizje të veçantë. Lëvizmi i veçantë, në rukun, sejdë, ngritmi i durt. Muftatahatun bi takbir. Që shfillan ky ibadet me tekbir. Wa muhtatamatun bi taslim, dhe përfundan me 2 selame. Kur kanë përshkruar ulemat këtë term, që ka thonë është prej ligjve të Allahit, që ka thonë salat, dhe më thonë është ibadet. Fillan me fjalë, fillan me veprë me lëvizje trupit veçanta, fillan me tekbire, mbaran me selam. Këtu kanë thonë ulemat, krejt namazet hin këto. Namazet i xhamaz, 2 recate për xhami. Namazet i kujna, namazet i xhenazës. A hen edhe namazet? Po, edhe namazet i xhenazës, pse ka tekbir, ka edhe selam. Edhe pse s'ka, çka s'ka? Nuk ka sejdë. Pse fillan me tekbir, mbaran me selam. E më e madhe për tyre kur ka edhe sejdë, është edhe më e madhe në çështën e emërtimit si salat namaz. Mirë o vëllezër. Kur u bë obligim namazi? Obligim u bë namazi 3 vite para hijretit. Para se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shtu Mekën, atëherë është bë obligim namazi. Kur, në cilën natë u bë obligim namazi? Në natën e Isras, që pejgamberi ka udhëtu
prej tokës, prej një vendit në vend, prej Qabës deri në Palestinë, Mesjidul Aqsa. Prej Mesjidul Aqsa mbi 7 çej ka shku Allah Azza wa Jall. Është hadith i madh. Me sfigu hadithin e Isra dhe Mirajit, që ka po pejgamberi, me kunu taku pejgamberi, është hadith i madh, na merr shumë kohë. Mirë po, është bu obligim namazi 3 vite para se pejgamberi me udhëtu në Medinë, në natën e Isras. Sa kanë qenë të obligum? A ka ndryshu obligimi janë? Çka mendoni? Nuk ka ndryshu. Nuk ka ndryshu. Obligimi është obligim. Namaz është namaz. 50 kanë me. Ama letimi është diçka tjetër. Çaj 50 që ka me, kush i fal 5 fu namaz, apo ç'është është? Çaj 50 që ka me, kush i fal 5 fu namaz, shpërbimin sa merr? Sa 50. Te na është 5, ama tek Allah është 50. Kur të llogaritësh, nuk llogaritësh për 5, llogaritësh për 50 namaze. Kujdes. Bota tjetër është bota tjetër. Bota jonë me 5, bota tjetër me 50 e ki. Shpërblimin e ki sa 50 namaze. Da më thani jemi të obligum na 5 tek Allah e është shpërblimi sa 50 namaze. Miroj vëllezër. Në vërtet ulemat prej ajeteve koranore kanë nxjerrë kushtet e namazit, shtyllat e namazit, wajibetet, obligimet e namazit, çka janë këta sane, me hi është shumë na merr kohë. Po inshallah na do të flasim vetëm për fjalën tuqimus salat, me fal namazin. Që këto tuqimus salat, me fal namazin, hin në ta fjalë për fillimit që i thash unë sfigova, pastaj hin edhe fjalë madhështia, vlera dhe pozita e namazit. O ju vëllezër, namazi është i dallun prej çdo adhurimi tjetër. Sikur namazi nuk mund në gjetë na ibadet tjetër. Namazi ka edhe veçuri, ka edhe sende të caktune që nuk i kanë ibadetet adhurimet tjera. Për të i vëllezër është edhe kja. Për mja dit veçimin e namazit, pozitën e namazit. Çdo adhurim ku u bo, o bun tokë. Çdo adhurim u bun tokë. Haxhi u bun tokë, agjerimi u bun tokë, zekati u bun tokë. Dëshmia e shahadetit është bun tokë, me njoft Allahun Azza wa Jall. Mirë po, namazi kur thanë ku u bo, në qej. A nuk është i veçantë me këto namazi? Është i veçantë. Nuk është i njëjtë ibadeti namazit me haxhin. Nuk është i njëjtë namazi me agjerimin. Nuk është i njëjtë. Namazi është më i lartë se tjera ibadeti në bun tokë. Namazi është bo mbi 7 qej. Gjëja e dytë o i vëllezër, veçantë namazi që ka, është që çdo ibadet nuk përsëritet çysh përsëritet namazi. Për shembull, agjerimin e kemi çdo vit 1 muaj, apo një herë vet 1 muaj. Haxhin e ki një herë në jetën tënde, në qoftë se ki mundësi. Zakatin e njëjta gjë. Në qoftë se ki mundësi në jetën tënde gjatë vitit, brenda vitit i ke arrit atë nisabin, llogarini për me dhënë zakatin e jep. Mirë, namazi çdo ditë, çdo orë përsëritet 5 kohë. Që kja e ban veçantë këtë adhurim. Tuqimus salat, me fal namazin, pse është i veçantë. Asnjë namaz, asnjë adhurim tjetër se kur namazi nuk është. Bërën parë tonë, nuk e kanë qitë njeriu për dinit. As i kanë thonë ki hise në islam, kur e ka fal namazin. Qatë minut që ka lënë namazin, ka thonë të hise në islam nuk ima. Pejgamberi qysh i ka dallu prej popujt në popull me namaz. Ata që s'falin namaz ka thonë se janë musliman. Shkurt. Ata që falin namazin dallohen me musliman. Është çudimi tani muslimanit, hajde be falin namazin. Jo më s'do pse me tut me thonë bëhet të falin namazin. Ti duhet me di që obligimi ki namazin. Vallahi ka mosafiri, po vjen kesh me thonë hajde çu falin namazin. Mesela shka por rokët penin familje teme, në qoftë se thirr nana a me prish baba namazin a jo.
A që shtot pas ka rrit tek musliman meselja, në thonë baba dhe nana me madhe se sa namazi, ja? E çfarë quhet prindi ta provokan djalin, hajt ta këshyrëm, a one a zoti? Jo, o musliman, shejtani ka brind të maja shumë. Ai ku të hin, nuk të hin me nguc në gjinae. Hajt hin nguc në ibadet, çfarë i ka thënë musliman? Polemik. Ha, ju ka thonë kë, në zemrën tane, në qasë se ki namazin, madhështi, çka të vinë prindi? Më konë që është o kallë prindi, thot njeri, më konë që është o dhonë shpyrë, thot njeri, se prish namazin, po e letan, sa ma shpejt mi ju përgjish, a më për qefti, me rukjet mesele, a nana namazin, o musliman, a i të di shi të fulla ju, subhanallah, namaz, vlera namazit, pozita e namazit, tek Allah Azza Jall ka vlerë shumë. I vetmi ibadet që përsëritet me ditës, domethënë është namazi. Pastaj i vëllezër, adhurimi i vetëm që të falen mëkatet ku pas kohe është namazi. Subhanallah. Gjona i ibadet që prej një kohe deri një kohe ty të falen gjunat. Namazin e ki. Ki bu gjuna mas sabaj, ki ngu muzik, ki këshyën haram, ki qup kohën pasht, edhe ki ra pishmanit, zot, shka bonane, a mu te ki falë sabaj, kur e falë drekën, që aja kohë prej sabaj, dhe në drekë, shka ki bu gjuna e krejt pasrojnë. Subhanallah. Gjojnë e ibadet që ka shtët, veçuri e veçan për namazin, të kimu salet, për që ta ka orë. Falë namazin, jepi rëndësi namazit. O ju lezër, namazi ka edhe vepra tjera para se me hi. Edhe vepra tjera para se me hi. Allah Azza Jall çka na ka thonë Kur'an? Wa idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Subhanallah. Në qysh ka nënë, kur të bëhet thirrja e azanit, këto kur të hin namazit, kur bëhet thirrja e azanit, para namazit, çka do të më bëna? El wudu. Abdesin me marr. Gjojna i ibadet që do të më pastru para se ta ban. Gjojna i ibadet. Kur ta gjeran, a mund është me marr abdes me agjerua? Jo, se ka. Kur të jep zekatin, a du të më konë i pastër për në zekatin? Jo, se ka. Haxhin, ceremonit e haxhit, disa pjesë të haxhit, a du të me pat përveç të afit, a du të me pat abdesa se të afë është adërim? Jo. Në Amerika thonë Aishës, vish të avavit më së afra, a sendë tjera, pse jime tu, kryjti, hetë shka kryje, pjesën e haxhit tjetër. Që? I vetmi adhurim që pranon para se me bu më koni paq është me namaz. Namazi para saj në sharje abdesi. Çfarë fuqie ja jep namazi abdesi? Ka në transmetim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush merr abdes për me fal namazin, apo hin kohë namazit, apo shkon në xhami me çat abdes me fal namazin. Thot pikat e tij të cilën rrjedhin prej gishtit, deri pikën më të fundit, Allahu e pason ato prej mëkateve. Pikat e fytyrës të abdesit që pikin, të pason Zoti prej mëkateve. Shko kujna? Shko ki namazit. Kur tin të namaz, kur të thu Allahu Akbar, me një vete më të lehtë. Po njeri kur ka mëkate shumëta, e keni vrejt ka, kur të thu Allahu Akbar, sa aram vjen. Aram shumë, se ka mërtit shumë mëkate, nuk i del ati vesh me një namaz me ju fal mëkate. Do të shumë abdes me marrë, do të shumë ibadete tjera për mi bo, apo mi arrit 5 namaz me shliru vetin. Ama ka për muslimanve që e runë abdesin, ka për muslimanve që nën stop merr abdes prej namazit namaz, nuk ka gjë të keqe. Janë dy mesele, da thonë anën e kundër, një hadith ka ardhur, ka thonë nuk e runë abdesin vetëm se besimtari. Një anën tjetër, sipas ajetit koranor,
çdo kut namazit më qumë me marrë abdes, është mirë shkaku i pastrimeve të mëkateve. E kur të hyn të namaz, e ndjim vetin ma lehtë. Pastaj e vëllezër, namazi e ban qasisoj lëvizjet e tua që ti shkam për një xhami, Allah e shëndran gjitha pastrim për ty, shkaku i namazit. Këto me ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ai i cili shkan në xhami, shënon Zoti për ta një kam lëvizjes, domethënë që e ban, shënon Zoti për ty hasene, vepër të mirë. Kamën tjetër, thot e fshini me ka. Merë se vape, fshin me kate. Merë se vape, fshin me kate. Subhanallah. Edhe hecën i ka dhanë madhështi kush namazi. I të shku me fal namazin, Allahu për pasnan prej mëkate me lëvizjen e trupit të tanë. Pastaj o vëllezër, çështja që na jemi duke nejtë në këtë metodë, jemi të nejtë në xhami, simbas një hadithi që i kemi, është që edhe qëndrimi në xhami pas namazit shkruhet ibadet, adhurim. Edhe më e mirë se sa kjo, melekët bën lutje për ty. Dhe këto ka ardhur në hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë melekët bëjnë dua për ata i cili qëndron në xhami duke i thënë Zotit Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Melekët subhanallahu lutën për ty që ti duke në xhami. Tash e falni kindien, Allah na bëf pyetëve, ja Rabbil alamin. Melekët lutën për ne, o Zot, fali këta dhe mëshiraj këta. Kush e ka bo, shkaktar që melekë më lut për ty, të kimë sale, fali namazit, vlera namazit, pozita e namazit. Pastaj o vëllezër, disa prej ulemave kanë thënë kështu, men kathurat dhunubuhu wa arada ghufran falyukthir min mukthi fil masajid. Kush dëshiron mi u fal atij me katët që kanë grumbullu me katët, e shan veten që ju ka ranu trupi, ju ka ranu atë, subhanallah, kur ki të lashme me katën, çdo kush të pengan. Edhe fëmia jo të pengan, edhe gruaja jo të pengan, edhe njerëzit pengojnë. E kush do prej neve që e shan veten që ka pengesë në çdo aspekt, o shkaki me katëve këta. Atëherë po thojnë ulemat, nëse daj mu pastru prej mëkateve, le ta shtan sa ma shumë le të rënë në xhami. Sa ma shumë le të rënë në xhami. Se shkaku i nejtës në xhami pastrohet njëri prej mëkate. E sa të quhet një person i that hoxhës, pse ti po rri me filanin 4 orë në xhami? A thot kjo fjalë? A thot kjo fjalë? A pe din ti hoxhën pse rrin 4 orë në xhamia? A pe din ti din tam se rrin në xhamia? Apo filani për xhamatet rrin me hoxhën në xhamia? Kjo është kanë thonë ulemat. Rrin në xhami, e shën veçën si mirë, rrin në xhami, një muhabet, një fjalë, një këshill, një ajet. E bojnë që me pastru prej mëkateve. E njerëz të mirë rrin në xhami. E shpejtëzojnë atë kohën, e marrin familjen. Wallahi vllazin po foli që tash. Ku janë familjet tona? Me marr gruan, me marr fëmijën, me bën një leq. Me thon çfarë gruaja jam, çfarë djali jam, çfarë vajza jam. Jemi knashtë të shuti. Ama një mujt kena me shku në xhami me nej, për një namaz kena me prit. A di shka da me thonë kja më të eduku thmija jotë në xhami? A di shka da me thonë kja gruaja jotë më të eduku vajza jotë në xhami? Një mujt dhe pranë këto oj u lezër, që allaja ku të rritët, fëmija ju, e vladi ju, gruaja jote, e din vlerën e xhamisë, thë burri, fëmija thët baba, na ka marrë neve në xhami, na ka lënë në xhami. Mja dit vlerën kujna, pozitës, namazit dhe vlerën e xhamisë. Pastaj e vëllezër, këshill e jap këta në vetën tëm edhe për juve. E që është e njëjta me vlerën e namazit. E këshill që e jap vetës është edhe kjo. Mundohu gjithmonë më kanë
para azanit në xhami. Mashallah, unë nuk të përmeni me emër, po prej neve ka njerëz që gjithmonë vinë para azanit në xhami. Wallahi është hajri i madh. Wallahi është hajri i madh. Qatë minutë që ti ke orë para azanit, për ty është hajri i madh. E qaj që vjen bas azanit, nuk pi thëmë që ki bu keq diçka, ama para azanit është mirë. Me orë me nej qëtu, me prezentu e me thirë edhe azanin. është një hajri i madh. Në vetën tane, i ki dhon vetit e dep me kon me namazin. 40 vjet tregohet për të parëve ton, 40 vjet nuk e ka huq që të lëvizje. 40 vjet për të parëve ton ka parë, që nuk e ka lanë, ju me shku me nëzon namazin, po se ka lanë azanin me ndëgju. 40 vjet e në xhami u ka. Para azanit. Para ndaj me hub një namaz aj, me hub një azan mësë më ka në xhami që e shdo për ta. E Allah zë në bot për atëve që ja dim vlerën kujna namazit të ju lezër. Pasaj ju lezër për Amirin sallallahu alaihi wasallam thot, ai cili qëndran prej namazit namaz, thot yaktubu laka ajr ka'annaka tusalli. Prej namazit namaz. Ai cili qëndran ju shkruaj problemi sukur ka fal namaz. 1. Kush për neve ka që qëllim? Hajde shkum të rrim me hoxhën, ama qëllimin tonë se kallza në jetën tonë. Unë po shkoj për nej, ama Zot, bama që me ma bo komplet namaz më ka. Të rrim me hoxhën e përshëndetje, pen qaje, na jetën e adithe, hoxhë që shtot një të lasha, ne këni, ama në zemrën tonë e shka, Zot po rrim xhami, krejt që të kur shëndrama sukur me qenë në namaz. Që kja është të kimu sale, fale namazit, jep i rëndësi kujna namazit. Pasaj u lezën, prej dobive që i nëzërmi, ta shpalën dhe me tani kemi folë për pozitën dhe vlerën namazit, dhe ka shumë fjallë, po në për e shkërtaj. Për dobi që i nëzërmi prej namazit është kjo, gjama në i adhurim i badet që ta thran shumë të këzoti. Shumë, që edhe për Ameri ka thonë, këj badet ta thran të këllah. Për Ameri sër Allah po thot për namaz. Aq ma shumë se sejde që ban ti, aq ma shumë ki mu afru të këllahu azza wa jall. Pasaj po thot për një hadith tjetër. Aqrabu ma yakunu al-'abdu wa huwa sajid. Mëse afër, kur është robi, mëse afër robi është me Allah azza wa jall, kur ta ai sejdë. E shtani lutjet. Bani dua. Qërë subhanallah. Me shka? Me namaz, me sejdë, je shumë afër Allah azza wa jall. A di çfarë ibadeti na kemi? Allah është mbi shtatë mbi arshin e tij. Mirë po subhanallah, a nuk është dhunti e madhe për neve, pozit e larë këj ibadet, se ka që afër jemi Allahën. A di se ka që afër jemi Allahën? Vish një lutje në frymën tonë sejde, o Allah, falje, kryma, subhanallah. Je afër me Zotin ta. Gjojna ibadet kështu që ka që afër, vetëm se vlera dhe pozita e namazin. Pasaj u lezet prej dobive që nëzimi për namazit, në vërtet, në ditën e kiametit që kjo namaz do të bëhet nur, ndryqim për neve. Thot për Amiri unë sallallahu alaihi wasallam, beshiru el meshaine fi dhulumati ila masaji bin nurit tame yawm al qiyamah. Pa çfarë dobije, po na përgëzon për Amiri. Thot përgëzoi ata të cilët hecin për me shku në xhami në errësirën e natës, yatsia, ku me shku me 20 minuta në kam, me ec me këtë gjysore, 50 minuta, o hec qka fale, sabajnë një të nxha, drita, o ki qep drit, në ditën e kiametit, mëse shumë të besimtar, dhe në qash, o ka jete, nuk po folim për njerëz gjunaqar, besimtar në ditë kiametit, që janë prej banorëve të xhenetit, që edhe pse janë prej banorëve të xhenetit, a din mëse shumë të shka kanë nevojë ata? Drit, nur,
Rabbana atmimna nurana, Zot shtona dritën tonë edhe ma shumë. Ata kanë dritë, edhe ma shumë dritë ju donë atyve. Subhanallah. E me kone ban këta, me çfarë do bije? Namazit. Namazit. Dita e Kiametit ju kum thonë, subhanallah. Prej veçërisë ditës Kiametit është shumë interesant. Dritën që e ki ti, unë nuk muj me pa, unë e shat tërë ti. Edhe ti kur e shën të unë e kam dritën, unë e shat dritën. Amo ti shën tërë. Subhanallah. Prandaj, e në ditën e Kiametit, besimtari lut Zotin, a e shën dritë, o Zot shtana dritë. A dim pse dritën? Pse lypin dritën, o Zot shtana dritën, bataria mas vetën e marrë. Do sa ma shumë dritë. Pse kanë me te kalu rrugën e Siratit, aty është errësirë, përfuni zjarri i xhenemit. Ka për musliman që ka thonë pejgamberi, vazhdon me hec, ju shuku drita. Jetë që aty, nuk lëviz centimetri, bjen poshtë, se s'ka dritë me vazhdu. Ka thonë pejgamberi, vazhdon, më kanë trupi dritë, tha drejtë të thuj një kamës tu, i jetë ish pak dritë. Qashtu ta të kalan? Pshtoj. Subhanallah. E na do drita, çka dritë? E me shka na do drita? Nurët teme jo me në qiyame. Me namaz. Namaz është bataria jote që të mush. Kur dhe në ditë gjukimit atje, e ki dritën. Mos e le namazin, tu ki mos e le, fale namazin. Pastaj ju lezëm, për e cike këto atë fundit për përfëndaj që mos ju vanaj ma shumë. Ashtu që shtanë prej fillimit, prej dobive të namazit që i kemi është që në vërtet, Allah Zotja na ka obligu me 50 namaze, mirë po, na i falni vetëm 5 namaze. Po shpërblimin e marrë me sa 50. A di çfarë dobija o kjo është shpërblimi sa 50? Një surët e njëherë kur thu Allahu Akbar, sa 50 herë me shpërblimin kur thu Allahu Akbar. Të këbiri fillestar. Sa sevape i ka? 10 sevape. Të këbiri fillestar. Andaj. Da thonë që është ty, ku ta ban edhe, da thonë njëherë, sa 50 namaze. Sa sevape këbiri? 50 sevape. Të rjetën tonë, 40 vjetë ki bo të këbire, fillestar. Ka 50 sevape, 50 vjetë, sa po bëjnë? Subhanallah. Një ruku kira. Këdhon, Subhana Rabbil Azim. Të shënuat sa 50. Një sejde kira, Subhana Rabbil Ala. Të shënuat 50. Por jetën tonë, komplet 60 vjetë ki falë namaz. Sa sevape të ki marrë tek Allah Azza. A dini pse? Por me arrit umetet e tjera me vitet e tëre. Nëse me do njerëz me thonë, Zotë jam, na kemi jetu 60 vjetë, po ata kanë jetu 1000 vjetë, ata kanë marrë ma shumë se sa na. E Allahun po të jep 60, ama shpërblimin po ta jep ma shumë se sa ata. Subhanallah. E lusmi Allah në zëgjel, që gjithë këta fjallë që i thanë në lezëm, bëjnë dobi në vetën tonë, pastaj edhe të këtjerët. Kjo është pjesa e tretë e hadithit Gjibrilit, të kimë salat, falë namazin, falëm se shka da me thonë namaz në gjuhën arabe, shka da me thonë namaz në shariatin e Zotit, falëm për pozitën, vlerën, veçimet e namazit, falëm pak për dobit e namazit dhe përfundonëm da thonë me çështën e namazit duke mos hap ma shumë. Javën tjetër me lejnë Allah, insha Allah, do të folmi të t'i zeke. Pas namazit, qka vjen? Zeqati. Jep në zeqatin, do të folmi për zeqatin, dhe kjo është për shtyllave të islamit tërë.